Lajmi i fundit. Elitat e dreqit po e përdorin tërmetin vdekje prurs në Venezuelë për të trafikuar fëmijë. Ndërsa bota po e ndjek tërmetin në Venezuelë, elitat tashmë po rrëmbejnë fëmijë mes kaosit. Mijëra fëmijë tani rezultojnë të zhdukur. E njëjta lojë e pesë që u përdor në Haiti po ndodh sërish tani. Vazhdoni të lexoni, bëhet edhe më e errët. Pas tërmetit, fëmijët u ndonë. Mbi 3.9 milion fëmijë jetonin në zonat më të goditura. Në panik, shumë fëmijë mbetën vetëm. Pretendohet se trafikantët po veprojnë me shpejtësi. Ata po e përdorin katastrofën si simbolim të përkryer, ashtu si në Haiti. Modeli është tepër i qartë për tu injoruar. Ata po përdorin një aplikacion të quajtur Vinted. Postimet shfaqen duke ofruar lodra prej pelush, kuklla dhe lodra si kod për fëmijë. Njëri listonte një fëmijë 3 vjeçar për 3.800 euro. Përdornin mesazhe private për masa. Fëmijët e vërtet po shiten si lodra, të njëjtat mashtrime që fondacioni Clinton përdorin në Haiti. UNICEF e di, qeverit e din, megjithatë fëmijët vazhdojnë të zhduken. Çdo katastrofë është një treg i ri për këta përbindsh. Ata krijojnë kaos dhe më pas përfitojnë nga vuajtja. Tërmeti u dha mundësinë e përkryer, por të marrë edhe më shumë fëmijë mes konfuzionit. Ti mendon se ky ishte një tërmet i zakonshëm, por tani e sheh çfarë fshihej në të vërtetë pas tij. Gjithë abuzimit për përfitim dhe errësira që sundon botën tonë. Megjithatë, shumica nuk e kuptojnë kurrë se çfarë po ndodh. Pikërisht për këtë arsye duhet ta kuptosh ti. Pra, njerëz të dashur, e shikoni se çfarë është ndikimi i Epstein. U çun organizuan një luftë mes SBA-ve edhe Iranit që më zhdu këtë fakt. U çun tash kohëve të fundit e bon një tërmet në Venezuela, por me kindapu fëmijë. Do më thonë, fundin ndryshe nuk është ka vjen. Kështu që kujdes në për fëmijët e tu, edhe nëse diçka me keqja ndodh ty si prind, fëmijën tënë mos e lëshë i durve. Gjitha këto fakte i komon nga kjo nderunja, besoj që peshen edhe këto, edhe faleminderit pejsojna që na informon me këto info.